Pyetja e parë, Asalamu alaikum hoxhë nderuar, si duhet t'i këshillojmë disa vëllezër që merren me gjëra të kota e përfundojnë deri në përleshje dhe çfarë gjunohu ka një musliman nëse rrihet me vëllaun e tij për gjëra pa vlerë, Allahu i shpërbleft. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Këshilla që është më e mira, nuk ka diskutim, është me ja përmend fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në Kur'an Allahu subhanahu wa taala ka thonë innamal mu'minuna ikhwa, muslimanët janë vllazni. Kurse në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el muslimu ikhul muslim, muslimani është vëllai i muslimanit. Nuk i bën padrejti, nuk e ofendon. Ajet e tjera e ka të ndaluar gjakun e tij, pasuninë e tij dhe nderin e tij. Hadithe e tjera pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të sakta përmend edhe plot detyrime që kemi ndaj vllaznive musliman, secili ndaj njëri tjetrit. Domethënë kjo është çështja e parë me të cilën duhet me këshillua ata të cilët janë muslimanë edhe kapën mes veti. Çështja e dytë, pastaj del në aspektin praktik. Innamal mu'minuna ikhwa, muslimanët janë vllazni. Sigurisht që janë vllazni të familjes. Kur rrehen ose kur të kapën fëmia, vllaznit në mes vetit të shtëpia, çka i thuni? I thuni me vllavët tonë është kallaj, hajde shko rrehu ludha. Është e qartë? Edhe këtyre vetë më thonë, nëse jeni bashkë ka shtrima, shkoni dikon tjetër, ku përrokni bashkë me vllaznit e juve. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ditën e kiametit gjithë secila pa drejtësi ka mu kthy. Dhe nuk mundet më hije në xhenet dikush që i ka bosh dikujt. Dhe bosh është edhe më e rreth dikon, ose më marr pasuninë, ose më prek nderin, ose më ia dirr gjakun këtu në burgje. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se e para çështja që ka më na pyet Allahu në ditën e kiametit për hakun që kemi ndaj Allahut është namazi. Kurse para pyetje që ka më na bën në ditën e kiametit për sa për këtë njerëzve është gjaku që ja ke dirr muslimanit. Dhe ai nuk është vetëm me myt, por është edhe kur plagohet ose kur rrat që ka gjak. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ditën e kiametit edhe dhia pa brina ka me marr hakun për asaj që ka pas brina i ka bën zullum më shumë. Ashtë ja i menon këtu fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk i menon. S'ka me të kush veç më ka me muslimane më rrej, kjo është për gjunave trona, nuk ka diskutim edhe duhet me pas frikë ditën kur kemi me dalë para Allahut, wallahu a'lam.